Hoxh, kemi nevojë për shembuj që të motivohemi për të bërë vepra të mira. Shembulli yt më i lartë është profeti sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Për ju i dërguar Allahut është shembulli më i mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pëlqente veprën e vazhdueshme dhe kishte rregull në veprimin e veprave të mira sallallahu alaihi wasallam. Ta njohim mirë jetën e profetit, mënyrën se si e bënte ibadetin profeti sallallahu alaihi wasallam dhe të përpiqemi të ndjekim shembullin e tij sallallahu alaihi wasallam. Brezi i shokëve të profetit është brezi më i mirë. Ata shpejtonin veprat e mira, ata kryenin vazhdimisht vepra të mira. Për shembull, Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Profeti një ditë, siç ka treguar Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë kush sot është gdhira agjërues, tha Ebu Bekri unë. Kush i ka dhënë ushqim sadaka i të varfër sot, tha Ebu Bekri unë. Kush ka vizituar një të smur sot, tha Ebu Bekri unë. Kush ka përcjellë një xhenazë sot, tha Abu Bekri radhiyallahu anhu unë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka njeri që arrin të bëjë të katërta këto vepra në një ditë, vetëm se do të jetë banor i xhenetit. Këtë hadith e ka sjellë Muslimi në sahihun e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam një herë i ka thënë Bilalit radhiyallahu anhu. Ka thënë, ma trego cila është ajo vepra me cilën ti shpreson më shumë në Islam. Sepse kam dëgjuar lëvizjen, zhurmën e ecjes tënde para meje në xhenet. I tha Bilali radhiyallahu anhu, nuk kam bërë ndonjë vepër që mendoj se me cilën shpresoj më shumë se sa kjo, tha. Sa herë që kam bërë pastrimin, gusull ose abdes, kam falë namaz. Sipas i transmetimit ka falë 2 rekat namaz. Pra, kuptohet që Bilali radhiyallahu anhu i ka falë 2 rekatet e abdesit, i ka falë rregullisht. Aliu dhe Fatimia radhiyallahu anhuma, Aliu dhe ëndri profetit. Fatimia radhiyallahu anha bija e profetit. Pra ky çift jetonin në vështirësi. Dhe shkojnë i kërkojnë profetit një shërbëtor. To jepte një shërbëtor. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkon tek shtëpia e tyre, i gjet, domethënë kur shkon atje ishin në shtrat, dhe profeti tha qëndroni aty ku jeni. Shkon profeti, ulet midis tyre. Ai sa ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, të ftohtin e këmbëve të tij thotë e kam ndier në gjoksin tim. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u tha, a t'ua tregoj një vepër që është më e mirë për ju se të kishit një shërbëtor? Kur të bini në shtrat për të fjetur, thoni 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah dhe 34 herë Allahu Ekber. Kjo është më e mirë për ju se sa ta kishit një shërbëtor. Ka thënë Ali radhiyallahu anhu, nuk e kam lënë këtë dhikr kur e kam dëgjuar me profetin sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që ka rënë në shtrat për të fjetur gjumë, e ka bërë këtë dhikr, sa herë që është rrinë në shtrat. I tha dikush, edhe në natën e betejës së Sifinit nuk e ke lënë këtë dhikr? Tha po, edhe në këtë natë nuk e kam lënë. Këtë tregim, këtë hadith e ka sjellë Buhariu në sahihun e tij. Ummu Habiba radhiyallahu anha ka treguar nga profeti sallallahu alaihi wasallam hadithin në cilin profeti ka thënë, kush i fal 12 rekate në ditë, kuptohet namazet sunete me fjalë, që falen para farzeve dhe pas farzeve, kush i fal të 12 sunetet, Allahu dërton për të një shtëpi në xhenet. Ka thënë Ummu Habiba radhiyallahu anha, nuk i kam lënë sunetet që kur e kam dëgjuar diçka të tillë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë transmetuesi nga Ummu Habiba radhiyallahu anha që quhet Anbasa, ka thënë që kur e kam dëgjuar këtë hadith nga Ummu Habiba, nuk i kam lënë 12 rekate sunet, 12 rekate ditë dhe natë. Ka thënë Amri, transmetuesi tjetër në zinxhirin e transmetimit, nuk i kam lënë këto rekate që kur kam dëgjuar këtë hadith nga Anbasa. Ka thënë Nu'mani që ka sjellë hadithin nga Amri, që kur kam dëgjuar këtë hadith nga Amri, nuk i kam lënë 12 rekatet në ditë, domethënë këto 12 rekatet sunet. Pra, njerëz që garonin për të bërë vepra të mira dhe i kryenin veprat e mira rregullisht, kujdeseshin për faljen e suneteve. Prandaj
ti kryejm sunetet rregullisht dhe nëse na kalojnë ndonjëherë, ti bëjmë kaza në mënyrë që të mos na shpëtojnë dhe ta mësojmë veten me I fal rregullisht sunetet. Dhe këto 12 sunetet, 4 para dreke, 2 pas dreke bëhen, pas namazit drekës bëhen 6, 2 pas akşamit bëhen 8, 2 pas yacije bëhen 10 pas namazit yacis dhe 2 para farzeve të sabahut, 2 sunetet të sabahut bëhen 12 rekate gjithsej.